Të nderuar organizator, të nderuar kolegë, të dashur pjesëmarrës. Figura e Joan Kukuzelit përfaqëson një nga personalitetet më të ndritura të artit psaltik dhe një nga kontributet më të rëndësishme që hapësira e Shqipërisë së sotme i ka dhënë civilizimit të krishterë lindor gjatë dinastisë paleologe. Edhe pse biografia e tij mbart element të paqartësisë në burimet hagiografike, krijimtaria e tij muzikore dhe aktiviteti pedagogjik mbeten një monument i patjetërsueshëm i traditës bizantine. Kjo kumtesë synon të paraqesë në mënyrë të përmbledhur jetën dhe veprën e tij, duke u mbështetur si në dëshmitë hagiografike, ashtu edhe në fondin dorëshkrimor muzikor. Në periudhën bizantine, Durrësi dhe Iraqion përbënte një qendër të rëndësishme kishtare, administrative dhe tregtare të perandorisë, një nyje komunikimi mes lindjes dhe perëndimit me përbërje etnike të larmishme, arbror, grek, slav, bullgar, serb dhe një koloni hebraike. Sipas Sinaksarit të ruajtur në kodikun numër 46 të manastirit të Vlatadhunit rreth vitit 1550, perifrazoi: Joani lindi në Durrës, mbeti jetim nga jati dhe u rrit nga ema. Prej talentit të tij të hershëm vokal, u quajt si zëngjëll, gjë që solli dërgimin e tij në shkollën mbretërore të Konstantinopolës, ku mori formim të lartë muzikor dhe fitoi respektin e perandorit. Pavarësisht mundësive që i ofroi jeta perandorake, ai zgjodhi të tërhiqej në malin e shenjtë, në lavrën e madhe, ku u qeth murg dhe jetoi deri në vdekje. Tradita e kishës ortodokse e nderon si shenjtor më një tetor. Hipotezat për mbiemrin Kukuzeli ndahen kryesisht në dy grupe. Ajo slave me rrënjë leksikore slave, që lidh me episodin fëminor Kukja dhe Zelje, duke i përkthyer bath dhe lakra, dhe ajo bizantino-greke, e cila e dëshmon si formë tipike onomastike bizantine nga Kukuzis, Kukuzelis. E dokumentuar edhe tek figura të tjera si Leondi, Jerotheu dhe Joasaf Kukuzeli. Paralelisht, në disa dorëshkrime, ai identifikohet edhe me mbiemrin Papadopoulos, i dëshmuar në kodikët e Sinait numër 1256 të vitit 1309, kodikun e Leningradit numër 121 të vitit 1302 dhe të manastirit të Kutulumosiut numër 458 të shekullit të 14, ku përmendet shprehjimisht e Papadopoulit, mjeshtrit zotit Joan Kukuzeli, në original të Papadopoulou, Kiru, Ioanu, që maistrës të Kukuzeli. Firma autografe e Kukuzelit në kodikun e Sinait 1256, e cila thotë dhe shkruan Dora e Joan Papadopoulit Kukuzelit, e konfirmon përdorimin e këtij emërtimi në mënyrë autentike. Interpretimet variojnë midis etimologjisë greke, pra bir prifti, dhe hipotezës bullgare Popov ose Popovic. Gjithashtu në traditën bizantine Joan Kukuzeli shoqërohet me titujt mësues dhe mjeshtër, që nuk kishin thjesht kuptim akademik, por përfaqësonin shkallë të përsosmërisë muzikore. Mësues quhej çdo kompozitor i njohur i artit psaltik, ndërsa mjeshtër u jepej vetëm figurave të jashtëzakonshme që zotëronin plotësisht teorinë dhe praktikën e artit të muzikës. Lindja e Joan Kukuzelit mund të vendoset rreth vitit 1270-1280, pra në fund të shekullit të 13, duke u bazuar tek dëshmitë dorëshkrimorit të hulumtuara nga profesor Grigorio Stathis dhe duke marrë parasysh gjithë kontekstin historik. Një datim më i hershëm në shekullin e 12 përjashtohet, sepse notacioni muzikor bizantin deri në vitin 1177 mbetej ende i paplotësuar dhe i paqëndrueshëm për të mbështetur krijime të tilla të zhvilluara si ato që i atribuohen Kukuzelit. Po ashtu, gjatë dekadave të para të shekullit të 13, perandoria bizantine ndodhej
në sundimin latin, pra nga viti 1204 deri 1261. Periudhë në të cilën aktiviteti shpirtëror dhe muzikor ishte pothuajse pezulluar. Vetëm pas rikthimit të bizantinëve në pushtet, në fund të shekullit të 13 dhe fillim të shekullit të 14, dorëshkrimet muzikore fillojnë të dëshmojnë melodi të reja kalofonike, të cilat përpunojnë dhe kodifikohen nga vetë Kukuzeli dhe bashkëkohësit e tij, duke u bërë të njohura pas vitit 1336, vit që përmendet zakonisht si periudha e fundit e veprimtarisë së tij krijuese. Në bazë të dëshmive hagiografike dhe burimeve muzikologjike, Ioan Kukuzeli lind në Durrës, një qendër e rëndësishme perandorisë bizantine me karakter multietnik. Identiteti i tij nuk mund të kuptohet në kuptimin etno-kombëtar të mëvonshëm, por duhet analizuar brenda kontekstit kulturor bizantin të shekujve 13 deri 14. Sipas Sinaksarit, pra jetëshkrimit, nëna e tij i flet jetëshkrimit më të vjetër, nëna e tij i flet në bullgarisht, gjë që mund të sugjerojë një lidhje familjare me element slav, ndërsa arsimi i tij në shkollën mbretërore të Konstantinopoljes dhe përdorimi i përkryer i gjuhës greke e vendosin qartë në rrethin kulturor dhe gjuhësor të Bizantit. Përzidhja e lavrës së madhe të Athosit si vend i jetës së tij murgërore dhe jo i ndonjë manastiri bullgar apo serb konfirmon përkatësinë e tij shpirtërore dhe kulturore ndaj traditës ekumenike bizantine. Në këtë kuptim, Kukuzeli mund të karakterizohet si një personalitet bizantin me origjinë dursake, i formuar dhe i vepruar brenda mjedisit të elitës intelektuale dhe muzikore të Konstantinopoljes. Vepra dhe krijimtaria e tij muzikore ka nënë gjurmë të thella në mijëra fletë kodikësh anemban botës, por padyshim dhe në ato pak të mbjetuara të vendit tonë. Në Arkivin Qendror të Shtetit, në kodikun mix të Korçës 72, në fletën 77 verso dhe 77 recto, ekzistojnë dy krijimet e famshme të Kukuzelit në greqisht, kryezotin dhe kryebariun ton dhe profetët prej Selarti. Në krijimin e tij e parë nuk përmendet emri i tij, por dihet me siguri nga studimi i dorëshkrimeve të tjera në përbot që ky krijim i atribuohet atij, kurse kompozimi tjetër përmendet qartë që është krijimi i mjeshtrit Ioan Kukuzelit. Një hyllindësore tepër e punuar me mjeshtëri dhe shumë e bukur. Krijimi i Ioan Kukuzelit dhe mjeshtrit. Kështu përmendet për tekstin Profetët prej Selartit. Madje kodikumi i vjetër muzikor i arkivit ton shtetëror i përket periudhës kukuzeliane, pra kodiku i Beratit numër 23 viti 1292. Krijimtaria e pasur e Ioan Kukuzelit karakterizohet nga vlerat jashtëzakonshme monumentale dhe klasifikohet në dy kategori, në atë botuese dhe në atë kompozicionale. Në aspektin e tij si botues, mjeshtri Ioan Kukuzeli konsiderohet nismëtar i një rrymë të re kodikografike, e cila shënon kalimin nga tradita e vjetër kënduese në një fazë të përpunuar kompozicionale. Kontributi i tij shfaqet në rishikimin e kodikëve muzikor të Irmologjës dhe Siqirarit dhe kulmon me hartimin e Papadikës, pra atë që njohim me emrin Akuluthia. Një kodik muzikor i ri që kodifikon dhe sistematizon përmbajtjen e repertorit psaltik, duke zëvendësuar kodikët e vjetër psaltikun dhe azmatikun. Papadika përmban terminologji të re, emërtim autorësh dhe forma të qarta të identitetit kompozicional, duke theksuar autonominë e krijuesit. Në aspektin kompozicional, krijimtaria e tij përfshin kompozime nga gjithë cikli liturgjik i shërbesave të natëditës, nga mërmësorja, mëngjesorja deri te liturgjia hyjnore, ikimatari, mathimatari dhe kratimatari. Vepra e Ioan Kukuzelit përshkruan gjithë llojet dhe gjinit e ndryshme të kompozicionit bizantin dhe lidhet ngushtë me të ashtu quajturën kalofoni. Kalofonia është një rrymë apo një teknikë muzikore kompozicionale dhe kënduese që kishte nisur që prej shekullit të 13, por arriti kulminacionin në gjysmën e parë të shekullit të 14, duke u identifikuar me figurën e Ksenokoronit, Gjergj Panaretit, Gjergj Kondopetritit dhe veçanërisht
me mjeshtrin Joan Kukuzelin. Kompozimet e tij kanë një teknikë të përpunuar, shtrirje të gjerë fonetike dhe modulacione të tendura, përdorim të gjerë të anagramatizmave, anapodizmave, kratimave dhe iqimave, si dhe në to përfshihen frazat karakteristike, legje dhe palin, të kënduara nga solisti, të cilat funksionojnë si elemente morfologjik të pandryshueshme dhe të papërkthyeshme të melodisë kalofonike. Joan Kukuzeli nuk dalloi thjesht si një kompozitor, por dhe si himnograf i vargjeve 15 rrokshe. Tekstet 15 rrokshe përbëjnë produktin e fundit origjinal të historisë së himnografisë. Përfaqësuesi kryesor i tyre është pikërisht mjeshtri ynë, i cili pas krijimit të tekstit poetik i veshi ato me muzikën angjëllore bizantine. Joani ka shkruar më shumë se 40 të tilla, të cilat i kompozoi sipas llojit të mathamatarit. Kukuzeli ishte gjithashtu mësues dhe teoricien. Ai hartoi 3 metoda didaktike në formë optiko-akustike për lehtësimin e studentëve në përvetësimin e formulave melodike gjatë mësimit të 8 tingullshit. Metoda e parë është ISONI Math, një manual mësimdhënie për formulat muzikore, duke pasur si tekst emërtimet e shenjat të zëshme, të kërcëtuara me shenjat e pazëshme, që përdoreshin në kohën e tij për ekzekutimin e melodive të vjetra të muzikës bizantine. Metoda e dytë është metoda e kratimave, një udhëzues për leximin dhe ekzekutimin e kratimave, që kishin një melodi me një teknikë të zhvilluar, ku në vend të tekstit përbanin rrokje pa ndonjë kuptim, si terirem, tenena, tototo, e tororon e të tjera. Metoda e tretë, rrota e Kukuzelit, është një diagram mësimore e paralagjisë, pra e solfezhit, me 5 radh, nga 15 shenja secili, që paraqet marrëdhënien ndërmjet 8 tingujve të sistemit oktoik dhe lëvizjen melodike nga tingujt kryesor në ato plagal të tërthort. Kukuzeli njihet si përfaqësuesi kryesor i anagramatizmave. Teknika e anagramatizmit përfshin gjithë tekstin në një vargëzimi, pra një stihiraje, e cila nuk nis me fjalën e parë të tekstit poetik, por merr një fjalë tjetër dhe e përdor atë gjatë gjithë gjatësisë të pjesës muzikore. Në këtë mënyrë teksti përpunohet duke u ngatëruar dhe ndërthurur teknikisht, por jo në dëm të tij. Teksti arrin të kuptohet dhe theksi i kompozitorit përqendrohet tek ideja fillestare, te fjala apo fraza që do të përsërisë her pas here. Joan Kukuzeli fillimisht u përpoq për të theksuar kuptimin e tekstit, për ta bërë më të kapshëm, më të perceptueshëm, duke i ndërthurur idetë dhe teknikat muzikore të palilogjisë, përsëritjes, imitimit drejt kuptimeve, të modulacionit si dhe të kadencave të tyre. Kontributi i Joan Kukuzelit vëret tek sistematizimi që ndërmori për shkrimin muzikor. Ai nuk krijoi një sistem apo një shkrim të ri muzikor, por përmblodhi traditën psaltike që ekzistonte në kohën e tij, të cilën e sistematizoi dhe e konsolidoi nëpërmjet redaktimit dhe thjeshtësimit të saj. Shkrimi i tij në të vërtetë i përket periudhës së dytë të notacionit muzikor të quajtur si shkrimi bizantin gjysmë i plot, nga 1177 deri në vitin 1670 afërsisht, i njohur gjithashtu si round notation. Kjo periudhë karakterizohet me lindjen dhe plotësimin e të gjithë shenjave dhe hipostazave kironomike, përcaktimin e qartë të vlerave intervalore dhe ngjyrimeve funksionale të tyre, si dhe konvertimin e melodive nga tipi semiografik më i vjetër në notacionin kukuzelik. Ky shkrim muzikor i rezistoi kohës deri në shekullin 17, duke ngelur i njëjtë dhe i pandryshueshëm. Pra është shkrimi më i gjatë për gjatë gjithë historisë së artit psaltik. Shkrimi Kukuzelik ka zgjatur më shumë nga të gjithë. Figura e Shën Joan Kukuzelit zë një pozicion qendror në evoluimin historik të muzikës bizantine, duke shndërruar në një prej autorëve më ndikues të traditës psaltike. Trajektoria e tij nga origjina dursake dhe formimi në qendrat perandorake të Konstantinopolis deri te përkushtimi i jetës monastike në Lavrën e Madhe, pasqyron ndërthurjen e përvojës shpirtërore me një autoritet të pakontestueshëm kompozicional.
Nëpërmjet kodifikimit të papadikës, konsolidimit të teknikave të kalofonisë, kratimave dhe anagramatizmave, si dhe formulimit të metodave didaktike, Kukuzeli u afirmua jo vetëm si një mjeshtër i epokës së tij, por si burimi kryesor i muzikës bizantine për traditën psaltike të shekujve vijues. Në këtë kuadër, studimi i jetës dhe veprës së tij mbetet një fushë kërkimore e hapur dhe thelbësore për muzikologjinë bizantine dhe për kuptimin e zhvillimeve kulturore të hapësirës bizantine dhe post-bizantine. Faleminderit.